Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me e-klasën. Unë jam Sledin Abduli, ndërsa ju pra ndiqni lëndën e edukimit qytetar. Temat të cilën do ta zhvillojmë sot është zhvillimi i veçorive personale, ora e dytë, dhe si qëllimet e orës mësimore janë që nxënësi të sqaroj pra zhvillimin e veçorive personale, të bëj dallim pra mes veçorive të tij dhe veçorive të tjerëve, ndërsa si rezultatet që priten nga nxënja e mësimit janë që nxënësi të jetë i aftë të analizojë dhe vlerësojë zhvillimin e veçorive personale, të shqyrtoj përparimin, sukseset dhe sfidat, të vendosë qëllime pra reale që të jenë të harmonizuar me veçoritë dhe mundësitë e tij, dhe është përgjegjës pra dhe këmbgulës në arritjen e të njëjtave. Si aktivitet hyrës nxënës, edhe gjithmonë kur do të kemi aktivitete ose kur do të kemi pra detyra, ju e bëni video në pauze që të keni mundësi pra të analizoni tekstet, të bëni detyrat ose pra të merrni shënime, të cilat shënime pastaj të keni mundësi të krahasoni me nxënësit e tjerë gjatorëve. Në një shkollë pra në Japoni, mësimdhënësi ka dashur që të kontrollojë këmbguljen dhe përkushtimin e nxënësve të tij. Në orën e matematikës u ka dhënë pra të zgjidhim një detyrë për të cilën ka theksuar se është shumë e ndërlikuar, pra një detyrë të rëndë. Nxënësit kanë punuar në këtë detyrë një orë, duke u munduar me këmbgulje që ta zgjidhin, ndonse askush pra nga nxënësit nuk ka arritur që ta zgjidhë. Ata nuk kanë hequr dorë, përderisa mësimdhënësi nuk ka thënë se detyra në fakt nuk mund të zgjidhet. Pra, mësimdhënësi me qëllim u ka vendosur pra një detyrë të cilën është dashur ta zgjidhë, ndërsa detyra në fakt ka qenë e pazgjidhshme. Ajo që bie në sy pra nxënës është këmbgulja e nxënësve japonez për të zgjidhur një detyrë përgjatë gjithë kohës së mundshme të cilën e kanë pas, edhe pse asnjëri nga ato nuk ka arritur që ta zgjidhë. Pyetje për ju nxënës, edhe pyetjet pra i merrni pra edhe i shënoni në fletoret e juaja, të cilat pra pyetjet të cilat rrjedhin apo dalin nga detyra e mëparme janë se si do të kishit vepruar ju në një situatë të tillë, sikur mësimdhënësi juaj ju jep juve një detyrë të cilën ju duhet ta zgjidhni, mirë po detyra është e pazgjidhshme. Pra, si do të kishit vepruar ju në një situatë të tillë? Deri kur do të kishit tentuar që ta zgjidhni detyrën? Pra, deri kur do të kishte pra zgjatur përpjekja juaj për ta zgjidhur detyrën? Pse konsideroni se nxënësit në Japoni kanë vepruar pa në mënyrë të tillë? Si do të kishin vepruar pra nxënësit në vendin tonë, si do të kishin vepruar pra bashkë moshanikët tuaj, pra bashkë moshatarët tuaj, si do të kishin vepruar nxënësit e shkollës tonë, të shkollave tjera, nxënësit të cilët na i dimë dhe i njohim. Çfarë mendoni si është pikpamja e tyre për aftësitë e tyre? Me çfarë është përcaktuar pra pikpamja e këtij? Të gjithë këtyre pyetjeve ju jepni ka një përgjigje pra në fletoren e juaj që të mund pastaj të shohim, të krahasojmë dhe të analizojmë përgjigjet. Të gjitha pra kanë të bëjnë me zhvillimin e veçorive personale. Si rezime pra nga detyra të cilën e lexuam edhe pyetjet të cilat i pam është se në disa kultura të caktuara vlerësohet shumë pra këmbgulja dhe orientimi drejt arritjes së qëllimeve të përcaktuara. Konsiderohet se përmes bërjes së përpjekjes në arritjen e një detyre të caktuar, individi i përmirëson aftësitë e tij, po madje edhe nëse nuk arrin që ta përfundojë detyrën. Pra, ne i përmirësojmë aftësitë tona përmes këmbguljes pra nxënës. Edhe prandaj për shembull japonezët njihen për kualitetin që kanë si popull, dhe gjermanët për shembull njihen për vendoshmërinë që kanë si popull, ose mos heqjen dorë, do të thonë nga një problem i caktuar. Çfarë do natyre pas ose qoftë problemi i cili u del përpara. Prandaj edhe ne duhet që gjithmonë ta çojmë veten nxënës deri në maksimum, pra të sfidojmë limitet, ta kapim skajin, do të thonë të shtojmë vetes pra veçorive tona pa personale, të shtojmë pra vlerat që asnjëherë mos do dorëzohemi, po gjithmonë do të thonë të përpiqemi të punojmë deri në
aq sa kemi pra mundësi të shterim të gjitha deri kur të kemi shterë pra të gjitha kapacitetet. Si detyrë e radhës, shëno pra vetëm një përgjigje për çdo pohim do thënë në tabel me po ose jo. Edhe këtu videon përsëri pauze edhe nxjerrni pra detyrën në fletore. Jam inteligjent aq sa jam lindur dhe në këtë nuk mund të ndryshoj shumë. Po ose jo. Njerëzit të cilët janë me të vërtet të zgjuar nuk duhet të bëjnë shumë përpjekje kur duhet të arrijnë diçka. Kur një njeri do të hasë në problem pra, më mirë do të ishte të heqë dorë me kohë se sa të rrezikoj të përballet me dështim. Kur nuk arrijë sukses, brengosen për atë se çfarë do të mendojnë të tjerët për mua, po ose jo. Dhe pjesa 2 e detyrat për të cilat nuk jam i sigurt se mund t'i bëj, janë më interesante sa detyrat për të cilat besoj se mund t'i bëj. Po ose jo. Njëherë kur do të filloj detyrën, qëndroj derisa nuk e përfundoj atë. Nëse nuk jam i mirë në diçka, do të doja më shumë të përpiqem të ta përvetsoj atë se sa të vazhdoj me diçka për shka ndoshta jam i mirë. Kur jam në situatë të vështirë, zakonisht mund të gjej një mënyrë që të zgjidh domethënë atë. Pasi që të kemi dhënë përgjigjet tona, hapim diskutim, nga i cili diskutim do thënë duhet të vim deri tek disa përfundime. Çfarë mendoni se çfarë individi është ai i cili në 4 pyetje të pjesës 1 është përgjigjur me po? Individi pra i cili në 4 pyetje të pjesës së 1 është përgjigjur me jo, dhe çfarë do të thotë 4 përgjigje pra pozitive për mundësitë të zhvillimit, përparimit, suksesit të individit, dhe çfarë do të thotë 4 përgjigje pra negative për zhvillimin, e përparimin ose suksesin e individit. Pra pyetjet e njëjta parashtrohen për deklaratat nga pjesa numër 2. Përgjigje potenciale për po, pra këmbgulës, nuk heqin dorë, duan sfidën, duan të tejkalojnë vetveten, ngarojnë me vetveten, optimist e tjerë. Pra, në këtë diskutim hapim do thënë dilema edhe që ta analizojmë pra karakteret tona për të parë pra edhe veçoritë tona personale, cilat janë. Pra kush është nga ne që heq dorë më shpejt, kush është më i qëndrueshëm, edhe pra për ti pse jo, edhe për ti përmirësuar pra të gjitha ato dobësitë që i kemi, edhe përqashtuar atyre pra veçori pra pozitive apo sende të cilat do na ndihmojnë që të zhvillohemi në mënyrën e dur gjatë gjithë jetës sonë. Suksesi dhe dështimi janë pjesë e jetës tonë. Kur në një aktivitet pra arrijmë sukses, kjo na motivon, që edhe më tutje që të vazhdojmë pra të angazhohemi, rritet vetbesimi dhe me këtë pra rriten gjasat për një sukses të ri. Por, ndonjëherë, arritja e suksesit mund të na relaksoj, ndaj mund të pushojmë së përpjekuri aq shumë sa të përjetojmë pra dështim. Pra kur arrijmë ndonjë sukses, kjo na motivon. Dini nxënës, kur arrihet pra kulmi i piramidës, edhe aty është pra maja e suksesit. Por edhe shumë njerëz pra mendojnë se aty përfundon edhe gara, po në fakt gara sapo ka filluar, pasi ta kemi arritur majën e suksesit, atëherë fillon pra edhe gara e vërtet për të qëndruar aty, sepse suksesi mund të na relaksoj edhe pra të përjetojmë dështim. Kjo mund të ndodhë edhe me ju nxënës, për shembull në shkollë, nëse ju i keni gjithë pesa, edhe pastaj mësimdhënësit e ju mësojnë të shohin një nxënës të suksesshëm ke ju, edhe kjo tek ju shkakton një lloj relaksi nga i luksi që keni ju për shembull në shkollë, edhe normalisht kjo mund bëjë që paksa të lëshoni nga përpjekja për të nxënë dije të reja, edhe të ballafaqoheni pse jo edhe me dështim. Kjo gjithsesi nuk duhet të ndodhë, edhe ne duhet në vazhdimsi pra që ti përmirësojmë gabimet dhe të arrijmë suksese gjithmonë në tentativat e radhës, në përpjekjet e radhës, për nxënien e dijeve të radhës. Njëra nga mënyrave për tejkalimin e dështimit është vendosja e qëllimeve reale dhe përpilimi të planit për realizimin e tyre. Pra,
vendosja e qëllimeve dhe përpilimi i planit për realizimin e qëllimeve tona është shumë i rëndësishëm. Në fotografi kam marrë me qëllim pra Cristiano Ronaldo, në të cilët e njohim pra sportin dhe që e duan futbollin, po besoj se shumica nga ju nxënës e dinë se suksesi dhe dështimi janë pjesë e jetës tonë, por dorëzimi, do të thonë, nuk duhet të jetë asesi. Të gjithë ato që e njohin pra sportistin në fotografinë e cila gjendet në krahun e gjatë të ekranit, e dinë se asnjëherë nuk është dorëzuar edhe suksesi asnjëherë pra nuk i ka munguar. Besimi në aftësitë tona është shumë e rëndësishme që të kemi besim pra në aftësitë tona, që të kemi qëndrim dhe bindje se aftësitë tona nuk janë dhënë një herë për gjithmonë. Pra nuk na janë dhënë aftësitë, na ka dhënë për shembull, nëse besojmë se Zoti na ka dhënë aftësitë, edhe këto na ka dhënë një herë për gjithmonë dhe nuk duhet pra që ti zhvillojmë. Pra nuk duhet të mundohemi dhe nuk duhet të punojmë me vetveten. Në fotografinë në këtë slide pra e kam marrë përsëri me qëllim Lionel Messin. Edhe këtu duhet të bëj një krahasim pra, sepse po të gjithë e dinë se Lionel Messi për shembull është një talent futbolli, edhe sikur ai të kishte besuar pra se talenti i tij është dhënë një herë për gjithmonë dhe ai nuk duhet që ta zhvillojë këtë talent, me thotë do të ngelte një i panjohur diku agjen në një lagje të Argentinës. Mirë po, përkushtimi i tij ndaj punës, besimi në aftësitë e veta dhe puna sistematike pra me vetveten ka bërë që ai ta zhvillojë talentin e vet edhe të jetë pra njëri nga lojtarët më të mirë të sportit pra, të futbollit. Kërkimi i sfidës, synimi drejt qëllimeve më të larta mund të përfundojë pra me dështim dhe frustrim, por sa më shumë që të kërkojmë sfida, aq më shumë kthehemi mbrapa pas tentimeve të dështuara dhe bëhemi gjithnjë më shumë të qëndrueshëm ndaj dështimit dhe frustrimit. Pra, një përpjekje e vazhdueshme e jona do të na mësojë me dështimin dhe frustrimin dhe do të na bëjë neve sfidues kundrejt pra sfidave, kundrejt garave të reja, kundrejt mësimeve të reja, kundrejt dijeve të reja, edhe do të na bëjë neve pra një njeri i cili ka aftësi, i cili ka shkatësi, i cili din të vendoj pra qëllime edhe din se si të realizoj pra qëllimet e veta. Qëndrueshmëria është pra shumë e rëndësishme dhe në fotografi përsëri tani nxënës i kanë bashkuar të di sportistët në fjalë, sepse hulumtimet kanë treguar se vetëvlerësimi i lartë i kapaciteteve personale për mësim i inkurajon pra nxënësit që të përfshihen në mënyrë aktive në mësim dhe të zhvillojnë gjendjen e qëndrueshmërisë. Pra, të inkurajojnë për bërjen e përpjekjes më të madhe dhe durojnë pra detyra më të vështira. Pra, vetëvlerësimi nxit pra juve nxënës edhe zhvillon pra qëndrueshmërinë. Qëndrueshmëria është shumë e rëndësishme. Nëse pra këto di sportistë në fotografinë e më poshtme nuk do të kishin pas pra nuk do ta kishin vlerësuar veten drejt, nuk do të kishin pas një vlerësim për vetveten e vete. Edhe nëse nuk do të kishin besuar tek vetvetja e vet, pra nuk do të ishin këto që janë sot. Ose nëse do të kishin fituar nga një top të artë edhe do të ishin kënaqur me atë, do të mungonin në sirtarët e tyre edhe nga 4 topa të tjerë të artë ose 5. Pra, qëndrueshmëria është shumë e rëndësishme. Nëse siç thash në 2 slajdet e mëparme, nëse ju nxënës pra arrini që të jeni të shkëlqyshëm në klasë të 6-7, edhe kjo nuk do të thotë se duhet ta lishoni mësimin në klasë të 8-9 ose kur të shkoni në shkollë të mesme ose kështu me radhë. Pra, duhet të vlerësoni vetveten, ti shihni kapacitetet tuaja personale, ti mbuloni zbrastirat, dobësitë, edhe normalisht pra të bëni të qëndrueshëm edhe të fortë drejt sfidave të reja. Si aktivitet për reflektim pra nxënës gjatë gjithë orës është që juve duhet të vendosni pra se cili prej qëndrimeve tuaja për vetveten dhe veçorive tuaja potencialisht pra i kufizojnë pra mundësitë e juaja për zhvillim dhe përparim, si dhe pra e zgjedhni njërin në të cilin do të mund të punoni për ta ndryshuar. Pra, e zgjidhni pra një qëndrim
tuajin, edhe i cili mendoni se ju ngadalson juve në jetën tuaj, edhe me të cilin pra qëndrim do duhet të punoni për të ndryshuar. Shpresoj se isha i qartë nxënës edhe kësaj radhe në shpjegimin e mësimit. Është e mirë që të njihni pra vetveten tuaj, edhe normalisht ta plotësoni atë, të forconi atë, të ndëgjoni pra prindërit, të ndëgjoni mësimdhënësit, edhe sukseset domosdoshmërisht nuk do të mungojnë. Ju faleminderit.